Pastaj shkojnë tek Allahu xhallahu ala dhe i thonë ja Rabbi, por ne nuk kemi mundësi që ta mbajmë këtë krijesë të madhe. Atëherë Allahu te bareke ve teala ju thot atyre pra melekëve, thoni la haula wala quwwata illa billah. Allahun te bareke ve teala falenderojmë, atë gjelle gjelalu e madhërojmë, për Allahun te bareke ve teala në sejdë dhe në rukubim. E falemderojmë Allahun xhallahu ala që na i ka mundësuar që ta falemderojmë. E falemderojmë Allahun xhallahu ala që na i ka hap zemra për iman dhe islam. E falemderojmë Allahun xhallahu ala për sejdën dhe rukun. Ai është pronari falemderimeve në qiell dhe në tokë, la ilaha illa Allah. Bile dëshmojmë para madhërisë së Tij te bareke ve teala që ne nuk dim të falemderojmë, o Allahu in, vetëm ashtu siç ti o Zoti i ndin që ta falenderosh veten tënde xhelle xhelalu. Paqja dhe mëshira e Allahu subhanahu wa taala të gjitha qofshin për të dashurin ton, për mikun ton, për dashamirin e zemrave tona, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahu xhallahu ala qofshin të gjitha për atë burr të madh. Ja Rabbi, ashtu siç ne i ke dashuruar këtë njeri në zemrat tona, na i mundëso që ja Rabbi ta shohim me sytë tona, ja dhel gjelali wal ikram. O ju robër të Allahut, lakni gjuhët e juja në këtë ditë të xumas, që është zonja e ditëve të javës, për zotëriu nebive të Ademit Muhammedin, duke thënë Allahumma salli ala Muhammed. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin edhe për ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, krijesa më e madhe e Allahu te bareke ve teala është arshi i bujar, është fronti i Allahu te bareke ve teala. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na tregonte për arshin e Allahu xhallahu ala ndër të tjera thonte wal arsh la yuqaddiru qadraha illa Allah, dhe arshin nuk e di madhërinë dhe madhështinë e saj vetëm se Allahu te bareke ve teala. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot mel kursiju fil arshi illa ka halqati hadidin ulqiyat fi sahra. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk janë qijet edhe toka, edhe kursia e Allahut azza wa jall, karshi arshi të Zotit xhelle xhelalu, vetëm si një unaze e vogël e gjuajtur në mesin e një shketë të tire. Fela ilaha illa Allah. Çka mund të duket ajo unaz, o ju vëllezërit e mi, në mesin e një shketë të tire të madhe, ashtu është krahasimi i të gjitha krijesave të Allahu xhallahu ala me krijesën e quajtur arshi të madh i Zot xhelle xhelalu. E në një ditë prej ditëve, Allahu te bareke ve teala ju thot disa prej melekëve të Tij, ja melaiketi ihmilu al arsh, ej melekët e mi, shkoni dhe mbajeni arshin. Dhe ata melekët shkojnë dhe mundohen që ta vendosin mbi supet e tyre arshin e Allahu xhallahu ala, por nuk munden se pesha e tij është shumë e madhe. Pastaj shkojnë tek Allahu xhallahu ala dhe i thonë ja Rabbi, por ne nuk kemi mundësi që ta mbajmë këtë krijesë të madhe. Atëherë Allahu te bareke ve teala ju thot atyre pra melekëve, thoni la haula wala quwwata illa billah. Thoni se nuk ka forcë dhe as ndryshim vetëm me Allahun. Pra përmendeni këtë lutje dhe këtë dua, la haula wala quwwata illa billah. S'ka ndryshim nga një gjendje në një gjendje, s'ka forcë vetëm me Allahun xhallahu ala. Dhe ata melekët e thanë atë, la haula wala quwwata illa billah, dhe e vendosën mbi supet e tyre arshin e Allahu xhelle xhelalu, të cilin e mbajnë deri në ditën e Kiametit të madh. Atë ditë për të cilën Allahu xhallahu ala thot, wa yahmilu arsha rabbik ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Dhe do të mbajnë arshin e Allahu xhelle xhelalu në ditën e Kiametit 8 melaqe prej melaqeve të Rahmani xhelle xhelalu. O ju robër të Allahut, arshi Allahut ishte i rëndë, por në momentin që ata melekët u mbështetën Allahun, u dorëzuan para Allahut, e treguan fukarallokun dhe nevojën para Allahu xhallahu ala, se e gjithë forca në qiell dhe në tokë është e Allahu xhallahu ala. Allahu va barita leh subhanahu wa taala.
Andaj edhe ishte prej lutjeve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa herë që e dëgjonte ezanin, hayya ala salah, ai thonte la hawla wala quwwata illa billah, s'ka ndryshim dhe as forcë vetëm me Allahun. Pra sikur Allahu xhallahu ala po na thret për namaz, por ne nuk kemi mundësi që të shkojmë në namaz, ne nuk kemi forcë për ndryshim vetëm se me Allahun xhelle xhelalu. Për ta ditë, o vëllahu im, sa i cili të ka pru sot në ditën e gjuma, wallahi është Allahu te bareke ve teala. Këtë forcë dhe takat, këtë mundësi për të marrë abdes dhe për të ardhur me hapat e tua në xhamien e Zotit xhallahu ala, Allahu fillimisht ta hapi zemrën. Allahu xhallahu ala i lehtësoi këmbët e tua që të shkelin pragun e xhamiave të Allahu subhanahu wa taala. E në një ditë prej ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu sahabëve radiallahu ta'ala anhum dhe ju tha: "Ela edullukum ala kenzi min kunuzil jannah", a dëshironi t'ju tregoj për një thesar prej thesareve të xhenetit të Allahu xhelle xhelalu? Ata sahabët radiallahu ta'ala anhum që ishin të zellshëm për punë të hajrit dhe të mira, i than: "Po ja Rasulallah, dhe vallahi dhe unë edhe ty, o vallahu im, po të kishim qenë prezent në mejlisin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, do të kishim thënë: po i dërguari i Allahut, na trego për atë diamantin e xhenetit, për atë florinin e xhenetit, për atë thesarin e madh të xhenetit të Allahu xhallahu ala." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Thoni la hawla wala quwwata illa billah, fa innaha kanzu min kunuzil jannah." Thoni la hawla wala quwwata illa billah, sa ai është një thesar prej thesareve të xhenetit të Allahut të madh te bareke wa taala. Andaj di, o vallahu im, se ishte gjithashtu prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mëngjes edhe në mbrëmje që thonte: "Ya Rabbi, la takilni ila nafsi tarfata aynin wala aqall min dhalik." O Zoti im, mos më leje që të mbështetem në forcën time, asa një lëvizje e qerpikut, se vallahi me na lana Allahu të mbështetemi në forcat tona. Sa lëvizja e qerpikut, vallahi vdesim në moment. S'ka forca dhe ndryshim vetëm me Allahun xhallahu ala. Kush i ka dhënë forcë zemrës që të lëvizën që ditën kur ishte në barkun e nënës pos Allahu xhallahu ala? Kush i ka dhënë forcë ju vëllezërit të mi lukthi që ta tretën ushimin që ditën kur ishim në barkun e nënave tona pos Allahu xhallahu ala? Kush na jep gjithë këtë takat dhe gjithë këtë forcë pos Allahu xhelle xhelalu? O vëllezërit e mi, wallahi edhe dielli edhe hëna, edhe toka edhe qiejt, edhe melaqe edhe të gjithë krijesat e kanë bindje dhe e kanë akide se nuk ka forcë dhe ndryshim në qiell dhe në tokë pa lejen e Allahu xhallahu ala. Dielli e merr forcën e saj prej Zotit të tij, prej Zotit të saj. Hana e merr forcën e saj prej Zotit të saj. Të gjithë krijesat në qiell dhe në tokë nuk mundën të lëvizin pa një shtyrës dhe pa një lëvizës paraprak, e që është Allahu i madh te bareke wa taala. Ej vëllaznit e mi që ju dua shumë pasha Allahun, Hasan el-Basri radiallahu ta'ala anhu thonte: "Ekthiru min qawli la hawla wala quwwata illa billah, fa innaha tudhhibu al-athqal wa tudhhibu al-humum wal ahwal." Thot Hasan el-Basri radiallahu ta'ala anhu: shpeshtojeni sa më shumë fjalën la hawla wala quwwata illa billah, për arsye se me atë fjalë largohen dhe shmangen të gjitha vështirësitë dhe largohen dhe shmangen të gjitha brengat edhe hallet. O vëllahu im, sa herë që je në një ngushticë për ngushticave të kësaj dunjaje, thujbe me bindje dhe me besim dhe akide në Zotin tënë: la hawla wala quwwata illa billah. Kurse Sufjan e-Thauriu radiallahu ta'ala anhu thonte: thoni sa ma shumë la hawla wala quwwata illa billah, sa ajo me lejen e Allahut të shëruese për 99 sëmundje, më e vogla atyre është stresi dhe depresioni. Stresi dhe depresioni, për këtë fjalë ka thënë Sufjan e-Thauriu para 1300 vite, o ju vëllezërit e mi, që në realitet ata njerëz nuk dinin edhe në gjuhën dhe në fjalorin e tyre çka stresi dhe depresioni. Sot pasha Allah unë djelë mosha të ri, nga mosha 20 vjeçare vinë edhe ankohen tek hoxha
për stresi dhe depresioni dhe problemet psiqike dhe shpirtërore që i kanë në zemrat e tyre. E gjitha ju vëllezërit e mi, se nuk ja atribojnë forcën dhe fuqinë Allahu të madh te bareke ve teala. Një gjeth prej pemë o ju vëllezërit e mi në këtë vjeshtën në të cilën jemi, nuk bie nga pema pa lejen e Allahu xhallahu ala. Të gjithë hallet, të gjithë problemet e tua, të gjithë borxhet dhe ngushtisat e tua i dije Zoti yt, vetëm shfaqja ati, parashtroja ati, thuj la haule wala quwwata illa billah, s'ka ndryshim dhe as forcë vetëm me Allahun, vetëm do të shohim se si Zoti yt i zgjedh të gjitha problemet e jetës. Dhe ja ku është vëllahu ju i pasha Allahun xhallahu ala, shembull dhe shembull nga jeta për Zotin, sa herë që na është ngushtuar jeta. Më kujtohet një herë në magjistraturë, u mundova që të gjej disa prej temave që ti parashtroj para profesorëve të mi. Kaluan disa vite jo vëllezërit e mi që nuk mundesha të zgjedh një temë për ta kryer magjistraturën, vetëm se shtonja lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billah, brenda një momenti e zgjidhja e problemit, vallahi billahi. Po ku jemi që ne t'ia dorëzojmë gjithë forcën Allahut, të gjitha ndryshimet Allahut të madh te bareke ve teala. Elus Allahu xhallahu ala që mbështetjen tonë ta bëm vetëm tek ai, se ai është i forti dhe vetëm ai është i forti subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vllazën që sa herë që të dalim për shtëpijave tona të themi bismillah, ne mbejnë Allahu, tawakkaltu ala Allah, jam mbështetur në Allahun, wala haula wala quwwata illa billah, dhe nuk ka ndryshim dhe forcë vetëm me Allahun xhallahu ala. Kush e bën këtë lutje pejgamberike në momentin kur del nga shtëpia, vetëm se një melek për melekëve të Allahut thot hudite, wa kufite, wa wuqite, wa tanaha anhu shaytan, pra udhëzofsh, qofshi udhëzuar, qofshi mjaftuar dhe qofshi mbrojtur dhe ka për me u largu prej teje shejtani. O ju vëllezërit e mi, ne që i përcjellim fëmijët tonë në përshkolla, ne që i përcjellim ndonjëherë edhe fëmijët tonë edhe në përgurbete, po mësoja nebe këtë lutje pejgamberike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që sa herë që të dalin pe shtëpiave të tyre, të thon bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, që do thot në shqip, në emrin e Allahut, tek Allahu mbështetem, s'ka forca dhe ndryshim vetëm me Allahun. Wallahi do t'jesh çdo herë i udhëzuar në jetë, do t'jesh çdo herë i mbrojtur në jetë, do t'jesh çdo herë i ruajtur dhe i kujdesur nga ana e Zotit xhallahu ala, dhe ka por me ja largu Allahu xhallahu ala shejtanin edhe iblisin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu na tha, shpeshtoni sa më shumë fjalën la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah, për arsye se ata të treja, pa këto tre lutje dhe duaja, i shlin mëkatet edhe në qoftë se jenë sa shkuma e detit. Ej vëllezërit e mi, fjala la hawla wala quwwata illa billah, s'ka ndryshime dhe forcë vetëm me Allahun, e tregon fukarallokun tën para Zotit. Sikur ti e duke thënë o Allahu, nuk mund të lëviz, vallahi kjo dorë nuk lëvizën tash në moment pa forcën e Allahu xhallahu ala. Nuk mundem që të ngritem nga një vend, nga një pozicion në pozicionin tjetër vetëm me ty, o Allah. O Allah, nuk mund të kem pasurinë e jetë vetëm me ndihmën tënde, nuk mundem që të kem fëmijën e jetë vetëm me ndihmën tënde. O Allah, unë nuk e kam këtë shëndet vetëm prej teje, nuk i kam gjithë ta mirësi që më rrethekojnë afër përreth meje vetëm prej teje, pra e gjitha është prej Zotit tim dhe Zotit tuaj te bareke ve teala. Shpeshtojeni o i vëllezërit e mi këtë lutje dhe këtë dua. Mësovani fëmijëve të ju këtë lutje dhe këtë dua. Pasha të madhin Allah xhelle xhelalu, thon dietarët, në qoftë se robi e thot me besim të plot fjalën la hawla wala quwwata illa billah, që me të e ka një jetë që ta lëvizën një mal, edhe ato do ta kishte lëviz. Allahu ekber. Por e gjitha është në qoftë se thohet me besim dhe mbështetje të plot në Allahun subhanahu wa taala. Ty të takon falënderimi o Allah, derisa të kënaqesh. Ti do ta kon falënderimi o Allah pasi të kënaqesh. Ti do ta kon falënderimi o Allah edhe pasi të kënaqesh. Ti do ta kon falënderimi o Allah atë ditë kur na udhëzove. Ti do ta kon falënderimi o Allah atë ditë kur na nxorre pe baqet të nënave. Ti do ta kon falënderimi o Allah atë ditë kur na ushqejte. Ti do ta kon falënderimi o Allah atë ditë kur na rrite. Ti do ta kon falënderimi o Allah atë ditë kur na shkollove. Ti do ta kon falënderimi o Allah atë ditë kur na martove. Ti të takon falënderimi o Allah atë ditë kur na dhurove fëmijë. Ti të takon falënderimi o Allah atë ditë kur na i dha shëndetin. Ti të takon falënderimi o Allah atë ditë kur na i dha edhe sëmundjen. Ti të takon falënderimi o Allah atë ditë kur na i dha jetën, dhe ti të takon falënderimi atë ditë kur do të na i marrësh jetërat dhe shpirtrat.
Ti të takon falënderimi o Allah derisa jemi në shpinën e tokës, dhe ti të takon falënderimi o Zotin atë ditë kur do të jemi në barkun e tokës. Ti të takon falënderimi o Allah derisa jemi në dunja. Ti të takon falënderimi o Allah atë ditë kur do të jemi në varr, dhe ti të takon falënderimi ditë kur do të dalim në ta mahsherin e madh. Ti të takon falënderimi o Allah për nan e babab. Ti të takon falënderimi o Allah për motër dhe vëlla. Ti të takon falënderimi o Allah për mirësi që i dim. Ti të takon falënderimi o Allah për mirësi që nuk i dim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salavat dhe selamet qofshin për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.